Po si më nuk e gjeta, unë ta dija se kisha ardhur fare te kjo mall, po nuk e dija. Tani do bëjmë një njeri i mirë. Recycle. Edhe një këngë, kjo është një këngë arabe. Can you hear this? Dua të kërcej tani. Pas ka dhe një Apple Store këtu, apo jo, s'ka Apple Store. Po shet produkte Apple. Tani nga i bie unë që të dal. Sa gjatë po më vete kjo rruga. Akoma s'kam ngrëna se dhe një gjë. Edhe në qoftë se do dal sot edhe do pi në orën 10, i bie që duhet të kem se s'bën diçka në stomak. Okej. Jam tani te rruga, tani duhet i kisha të tras një bike, duhet ta kisha thirrur më përpara, po dua të bëj video unë, kështu që shifemi një çik më vonë. So dola nga the mall, edhe tani jam këtu duke pritur tek këto stolat për një nga këta që të vinë të më marrin me motor. Tani është edhe një gjë për këto vendet që janë të varfra, nga që njerëzit s'kan lekë dhe ndonjëherë mundojnë që të skemin. Për shembull, unë mundova që të merrja 3 motora deri tani dhe të 3 e pranonin udhëtimin, po nuk vinin dhe nuk e di të them të drejtën se çfarë përfitojnë, se unë mund ta cancel booking dhe vazhdoj marr një book tjetër, por gjithsesi tani po më vjen njëri dhe po e pres këtu. Këto janë gjërat e vogla që nuk më pëlqejnë nëpër shtetet e. So do shkoj për gjysmore tek ai mall tjetër, këtu është shumë vap, është shumë vap dhe bluzja që kam veshur unë është goxha e trash. Por moti po prishet shumë, duket sikur do bjerë shi. Dhe në qoftë se më kap shiu në motor, nuk do jem shumë e lumtur, po